Unë kam shumë rezerva për Partinë Socialiste të Vlorës. Ky nuk është sekret. E kam ndarë këtë gjë vazhdimisht me kë kam mundur këtu. Unë kam besuar dhe besoj që pengesa jonë për të marrë atë që ne mund të marrim nga vlonjatët, nga qytetarët e Vlorës, për ato që kemi bërë dhe për ato që do të bëjmë, pavarësisht metave gabimeve, pengesa jonë nuk është dhe nuk ka qenë ndonjëherë kundërshtari që kemi pas tu, ka qenë Partia Socialiste e Vlorës. Unë kështu besoj. Dhe kur them Partia Socialiste, jo antarësia, por një grup njerëzish që kanë qenë gjithmonë të aftë të bëjnë vetëm një gjë, ta mbyllin partinë dhe t'i thonë gjithë Vlorës që leje se shtot Edi Rama në televizor, këtu jemi ne. Dhe dje jam ndjerë shumë keq, kur kam dëgjuar nga disa nga dhatrinjt, se si ata janë ndjerë në raport me përfaqësuesit tanë këtu. Këta deputet që janë sot në listë dhe që dhe nesër në parlament, nuk do jenë dhe nuk duhet jenë kur deputetet e PS-s vetëm për antarët e PS-s këtu, po duhet jenë deputetet e Vlorës për Vlorën dhe për të gjithë vlonjanët. Dhe Vlora është shumë e vogël, është shumë e vogël për t'i lejuar vetes një luks absurd që të gjithë njerëzit që duhen për të kontribuar t'i shëmtojmë në një anë. Ne duhet të jemi të zot që njerëzit më të mirë, profesionistët më të mirë, njerëzit më të përkushtuar, ata që duan të punojnë për Vlorën, ata që duan të punojnë për qarkun e Vlorës, ata që duan të punojnë në Shqipërinë, ta kenë një mundësi pavarësisht se çfarë bindjesh kanë. Kjo duhet jetë Partia Socialiste. Që një forcë, një familje që të ketë kurajon dhe të ketë angazhimin që çdo vajzë, çdo djalë në këtë qytet ta shohin në sy edhe të mos e privojë nga ajo që meriton dhe gjithmonë të mos e privojë nga një gjë shumë e thjeshtë që çdo qenie njerëzore që është qytetar i këtij qyteti, i këtij qarku e meriton, respektin.